Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Kur Bigu shkon për te i lojës, dy ish-banorët në gjyq, zbulohet e vërteta. Në një intervistë të zhvilluar së fundmi, ish-banorja njëherazi dhe gazetarja e njohur Valbona Mhilli komentoi më tej eksperiencën e saj në një format të tillë. Ndërsa solli në vëmendje deklaratën e bujshme të dhënë nga opinionistja dhe ish-banorja Shqipe Hysenaj, e cila zbuloi se Valbona ka një romancë jashtë shtëpisë. Kjo deklaratë bëri bujë në rrjet pasi gjatë udhëtimit të saj në këtë spektakël, Valbona krijoi një lloj pëlqimi për aktorin e njohur Laert Vasilien, një pëlqim që përfundoi me mbarimin e këtij formati. Në lidhje me deklaratën e bujshme, e pyetur nëse do të përballet në gjyq me Shqipen, Valbona theksoi: "Nuk do ta ecë në gjyq sepse ato që kisha për t'ia thënë ja thash në surrat. E kam ftuar këtu të sjell fakte për këtë lidhje imagjinare."